Faleminderit e nderuar drejtuese e seancës. Në fakt, ky projekt ligj i zonjës Kushi, vetëm i zonjës Kushi nuk është. Pra mund të jetë i kujdo, po vetëm i asaj që e propozon nuk është. Nisi si një propozim projekt ligji i ardhur në datën 21 nëntor nga ana ime. I risjell kur do të diskutohej në Komisionin e Edukimit, kur duhet ta votonin kundër, ka propozuar në 2 shkurt zonja Kushi të njëjtën gjë dhe dje në seancën e bërë, më falni, pardje në seancën e bërë në Komisionin e Ligjeve, ka sjell Ministria disa ndryshime ligjore. Është ndërprerë mbledhja e Komisionit të Ligjeve për të kuptuar se si t'i fusnin këto ndryshime ligjore, se nuk ishte parë ndonjëherë që të sillte Ministria ndryshime në seancë komisioni, se nuk ka Ministria të njëjta drejta si deputeti, nëse do të sillte një projekt ligj duhet ta fusë në procedurë parlamentare, dhe më pas ato që propozoi Ministria i mori dhe i shkruajti zonja Kushi. Pra 2 herë plagjatur në projekt ligjin që propozon dhe asgjë nuk e ka të vetën nga ajo që thot. Për sa i përket pagës së kategorisë së mësuesve. Kjo është një çështje që e ka ndërtuar nga fillimi në fund mazhoranca. Ata e merrnin pagën e kategorisë të barabartë të gjithë, si ata para sistemit Bolonjës, si ata pas sistemit Bolonjës. Ishte kjo mazhorancë, ishte Ministrja Ogerta Manastirliu, që më një VKM ja u hoqi duke i thënë që ju nuk jeni të barabartë me kolegët tuaj dhe pse keni vite në sistem, dhe pse jepni në të njëjtat klasa, dhe pse jepni në të njëjtën lëndë, dhe pse jeni më të vjetrit në sistem, sepse duhet thënë që ata që kanë këtë problem janë dhe më të vjetrit në sistem se kanë mbaruar para sistemit Bolonjës. Pra problemin ja u krijuat vetë. Mashtrimi që bëri zona Kumbaro. Tha, ne nuk e rregullonim dot këtë gjë që bën vetë, sepse ju ishin në gjykatë kushtetuese. Absolutisht nuk ka lidhje fare. E para, kur është në gjykatë kushtetuese ishte një VKM, asgjë nuk e ndalonte të fillonte një proces ligjor, sepse ishte VKM-ja të cilin mund ta kishin edhe tërhequr. Ju kujtoj qeverisë që një padi që kanë një gjykatë kushtetuese për mbylljen e TikTokut, ndërkohë që e shqyrtonte gjykata kushtetuese, nxorën një vendim tjetër që ta rihapnin dhe nuk i ndaloi fare gjykimin gjykatë kushtetuese. Pra nuk ishte kjo. Së dyti, mbaroi gjykimin gjykatë kushtetuese në korrik. Prapë s'morën as i mas. U detyruam ne, deputetë e opozitës, ishte propozimi im që në nëntor, që u kujtuan në shkurt të vitit 2026 të sillnin propozimin e vjedhur me emrin e zonjës Kushi. Kjo për të garantuar gjithë mësuesit, që kjo është një betejë juaja, është një betejë e sindikatave, është një betejë e deputetëve të opozitës dhe u imponuam që atë padrejtësi që u bëri mazhoranca tani ta korrigjoj në mënyrë të pjesshme. Pse i them? Sepse plagjatura të lë gjithmonë të mangët. Dhe plagjatura e zonjës Kushi e ka lënë të mangët propozimin. Ka sjellë një propozim gjysmak. Ndaj dhe propozimi im ishte në ligjin e arsimit lartë dhe ishte i plot për të garantuar përfitim të gjithë. Me propozimin që keni sjellë ju sot dhe që kërkoni që ne ta votojmë, keni disa probleme. Së pari, ju kërkoni që të përfitojnë vetëm ata që janë punësuar deri në vitin 2017. Pra para vitit 2017. Ma sqaroni dot se si ndodh kur një mësues i cili ka mbaruar para sistemit të Bolonjës dhe për shkak të mbylljes të klasave, sepse ju e dini që shpopullimi ka bërë që shumë klasa të mbyllen dhe shumë mësues të dalin pa punë, ndërkohë që duhet ishin me punë dhe ngelen në sistem si mësues me një kontratë të përkohshme ose si mësues në kërkim të punës. Pra kur del nga sistemi dhe rifutesh në sistemi një datë tjetër punësimi, sepse do punësohesh në 2026, ti nuk e përfiton me atë, sepse data jote e punësimit është një datë ndryshme nga ajo e mëparshme. Kjo është një kategori. Dhe janë të shumta klasat që mbyllen. Tani sepse shpopullimi është drama më e madhe që ka Shqipëria.
Por në rast se një mësues kalon nga një ZAV e Elbasanit, kalon në ZAV-n e Durrësit, për shkak të transferimit të tij, edhe për shkaqe familjare, për shkaqe vendbanimi etj. Data e re e kontratës e ndërtuar në ZAV-n e re do të jetë një datë më passhme nga 2017. Do jetë 2026, 2025 kur e ka bërë. Pse këta nuk mund të përfitojnë? Keni vendosur me kontratë të plotë. Çdo mësues, nuk e di ku e keni gjetur këtë, çdo mësues që ka mbaruar sistemin para Bolonjës do të ekuivalentohet. Nuk ka rëndësi me kontratë të pjeshme, me kontratë të plotë, të përkohshëm para 2017-s, mbas orës 10, para orës 10. Këto janë vetëm që ju t'i ngushtoni atë gamë të drejta që i kanë fituar mësuesit shqiptarë. Dhe ky projekt ligj, ndryshe nga që korrigjonte projekt ligji im 11.172 të prekur, korrigjon vetëm 6.000. I lë përsëri 5.000 mësues të parregulluar problematikën. Pse? Se janë mësues të cilët kanë këto problemin e kontratave, janë mësues të punësuar në bazë 2017-s për problematika ndryshme dhe janë dhe të gjitha ata që shërbejnë në kopshte dhe në çerdhe, të cilët janë po ashtu mësues, janë po ashtu të arsimit para universitar, janë po ashtu me diplom para Bolonjës, po ju nuk i përfshini. Nuk i përfshini se harxhoni parat e buxhetit shtetit, se doni t'i vidhni parat e buxhetit shtetit dhe nuk doni t'i çoni te mësuesët. Të gjitha këto janë bërë me qëllim për të ngushtuar dhe për të përfituar sa më pak mësues, apo për të bërë atë hedhjen e hive syve, për të thënë që ja, ne ja u miratuam, për të qetësuar gjysmën e kategorisë së prekur, për të bërë atë urimin fasad gëzuar 7 marsin, mësuesit e duan me dinjitet. Mësuesit e duan me ligje që i shërbejnë atyre. Mësuesit e duan me paga që reflektojnë punën dhe vështirësinë e tyre. Mbarimi i shkollës para Bolonjës dhe mbarimi i shkollës pas Bolonjës nuk duhet jetë as penalizim për avancimin e tyre në karrierë. Dhe përsëri, duke e korrigjuar tek ligji i arsimit para universitar, ju nuk e zgjidhni këtë problem. Sepse secili nga ata nuk mund të ketë të drejtat barabarta me ata që kanë mbaruar pas sistemit Bolonjës, sepse ju nuk i quani të shkolluar. Po çfarë ka mësuesi që kur është shkolluar dhe kur ka mbaruar ai shkollën, ka qenë ky sistem? Çfarë ka mësuesi? A është kurrikula, a është aftësia e njëjtë, a është kurrikula e njëjtë? Kjo është detyra juaj, detyra e universiteteve, për të thënë që po, kjo ekuivalentohet sepse aftësitë janë të njëjta. Sot keni krijuar probleme mësuesve për licencën. Dhe përsëri do vim këtu dhe do të merremi gjatë e gjërë, do të detyrohemi bëjmë ne një betejë, një vit e gjys, që të vini ju pastaj dhe thoni që kemi bërë gabim. Korrigjojeni që sot se janë mësuesit që kanë më shumë vite eksperiencë, janë mësuesit që punojnë në profesionin e tyre me shumë dinjitet dhe ju i nxirrni të skualifikuar. I nxirrni të skualifikuar dhe i thoni shko je provim dhe shko paguaj para licencë. Pra nuk keni ju vullnetin që t'i shërbeni mësuesve. Edhe kur sillni një projekt ligj të detyruar nga opozita, përsëri e keni gjysmat dhe e keni jo për t'i garantuar mësuesve të drejtën e avancimit profesional, jo për t'i garantuar mësuesve kualifikimet e mëtejshme, jo për t'i garantuar një pagë të drejtë dhe dinjitoze, po për t'i futur në një spirale përsëri përplasjesh me ZAV-t e përsëri përplasje me ministrin, teksa një koleg e përfiton dhe një koleg tjetër nuk e përfiton. Teksa disa trajtohen si të nënës dhe të tjerët si të njerëkës. Pranoni amendamentet të paktën, pranoni amendamentet për ta kthyer ligjin në më funksional, sepse kjo që keni sjell vetëm derë dhe dinjitet
mësuesve nuk u jep. Pranojeni, sepse është në të mirën e sistemit arsimor që mësuesët të jenë të trajtuar të barabartë dhe të kenë siguri juridike për atë të drejtë që kanë fituar dhe ja u keni rrëmbyer ju me VKM, me papërgjegjshmëri, duke i lënë 20 muaj pa marrë pagat. Dhe për ta mbyllur, korrigjoni dhe pagat e prapambetura, sepse 20 muaj është dëm ekonomik që i keni bërë atyre mësuesve për një të drejtë që i takonte dhe vendosni që t'i jepni ato paga dhe atë dëm shpërblim që i takon për atë që i keni marrë me pa drejtë. Shumë faleminderit.